Prokuroria italiane dhe struktura e mafias shqiptare çfarë thon hetimet antimafia, raportet dhe prokurorët italian. Në Itali, ku vepron një nga sistemet më të avancuara në botë të luftës kundër mafias, analiza mbi krimin e organizuar shqiptar nuk bazohet në perceptime mediatike, por në raporte zyrtare të drejtorisë së hetimit antimafia, të prokurorive antimafia dhe operacioneve të përbashkëta ndërkombëtare. Nga këto dokumente del një panoramë e qartë. Rrjetet kriminale shqiptare konsiderohen ndër aktorët më të strukturuar dhe më dinamik në skenën kriminale europiane. Një strukturë hibride, rrjet hierarki. Sipas analizave të organizatat kriminale shqiptare në Itali nuk janë thjesht banda spontane, por shfaqin dy modele strukturore. Qeliza fleksibël kriminale shumëkombëshe. Struktura të ngjashme me mafjet tradicionale, të organizuara dhe të shndrueshme. Brenda këtyre strukturave, besnikëria ndërtohet mbi lidhje familjare, origjinë të përbashkët krahinore, kode sjelljeje dhe disipline të brendshme. Ky model i bën rrjetet më rezistente ndaj infiltrimit policor, sepse besimi nuk është vetëm financiar, por social e familjar. 2. Lidhje me mafjet italiane, aleanca operative. Prokurorët antimafia italian theksojnë se grupet shqiptare nuk veprojnë të izoluara. Hetimet kanë provuar bashkëpunim të shndrueshëm me mafjet historike italiane, veçanërisht në trafikun e drogës. Raportet evidencojnë bashkëpunim me 'ndrangheta, koordinim në importin e kokainës, ndarje rolesh në logjistik dhe shpërndarje. Në disa raste, grupet shqiptare konsiderohen pikë referimi për furnizimin me drogë në zinxhirin kriminal. 3. Trafiku i drogës, biznesi kryesor. Prokuroria italiane dhe raportet antidrogë e identifikojnë trafikun e narkotikëve si aktivitetin kryesor ekonomik të mafias shqiptare. Hetimet tregojnë se rrjetet shqiptare bashkëpunojnë me kartelet e Amerikës Latine. Janë pjesë e zinxhirit të furnizimit të kokainës në Europë. Menaxhojnë importe përmes porteve dhe korridoreve detare. Në disa analiza, mafia shqiptare përmendet si ndër partnerët kryesor të rrjeteve kolumbiane të kokainës. 4. Kapacitet organizativ dhe dhunë strukturore. Raportet antimafia vërejnë se këto organizata përdorin element klasik mafioz. Strukturë hierarkike, disiplinë të brendshme, përdorim sistematik të dhunës, kode besnikërie. Ky organizim i afron me mafjet tradicionale mesdhetare, duke i bërë më të rrezikshme se grupet kriminale të çorganizuar. 5. Pastrimi i parave dhe infiltrimi ekonomik. Hetimet italiane evidentojnë se përfitimet kriminale reinvestohen në ekonomi legale përmes pasurive të paluajtshme, bizneseve tregtare, kompanive fiktive. Ky proces jo vetëm pastron kapitalin, por forcon ndikimin ekonomik e social të rrjeteve. 6. Vështirësia e çmontimit. Sipas të, një nga arsyet kryesore pse këto struktura janë të vështira për të goditur është lidhja e fortë familjare, besnikëria e mbyllur, organizimi i disiplinuar. Këto elemente krijojnë bariera hetimore që bëjnë depërtimin shumë më kompleks se në rrjetet e tjera kriminale. 7. Vlerësimi i rrezikut nga prokurorët italian. Prokurorë antimafia kanë paralajmëruar publikisht për fushinë e këtyre rrjeteve. Në intervista dhe analiza, është theksuar se mafia shqiptare renditet ndër strukturat më të fuqishme në tregun europian të drogës. 8. Operacionet e përbashkëta dhe goditjet penale. Bashkëpunimi Itali, Shqipëri ka prodhuar operacione të mëdha. 10 urdhër arreste. Rrjetet të trafikut të drogës. Hetime të përbashkëta ndërkombëtare. Këto operacione konfirmojnë natyrën transnacionale të strukturës kriminale. Sipas prokurorisë dhe strukturave antimafia italiane, mafia shqiptare nuk është më fenomen periferik, por një aktor i konsoliduar në krimin e organizuar europian. Karakteristikat kryesore që dalin nga hetimet janë: strukturë hibride, rrjet hierarki, besnikëri familjare, aleanca me mafjet italiane, dominim në trafikun e drogës, pastrim parash në ekonomi legale, aftësi e lartë për t'u shmangur goditjeve. Në gjuhën e prokurorëve antimafia, kjo përkthehet në një përkufizim të ftohtë institucional. Organizata kriminale të strukturuara, ndërkufitare dhe me kapacitet të lartë infiltrimi ekonomik.